Biseda në studio sjell informacione më shumë në lidhje me një studim I cili është bërë sot publik nga Oda Ekonomike e Kosovës në lidhje me identifikimin e vështirësive të bërit biznes, të cilat janë të pranishme në kompanitë kosovare. Në studion e Bonbonit e kam kënaqësinë sot bisedoj me kryetarin e kësaj ode, zotin Safet Gërxhalio. Mirë se vjen takimin ton. Mirë gjej, falënderit për ftesën. E publikuat sot këtë studim, cilin e kemi këtu, por ndosha fillimisht, regjia tashmë na ndihmon që ta shohin edhe shikuesit tanë, pse keni zgjedhur si Odë pikërisht ngjyrat që përballinen e këtij studimi? Po, është vërtet që ekonomia në vetë është artë dhe vetë do thotë publikimi një projekti të tillë e meriton edhe një spiritualizëm artistik. Kjo mbështjellje e ka një domethënie të veçantë. Nëse analizoni shumë mitologji, atëherë shihni që ngjyra e kaltër nuk është ajo që e asocion Evropën, por është një ngjyrë që përdoret në shumë kontinente si ngjyrë kundrejt të keqes dhe ngjyrë e shpresës. Dhe kur krejt kësaj I shtohet kjo pjesë e fundit ku dominon ngjyra e gjelbërt, një ngjyrë kafe mbyllët dhe një tjetër më mbyllët, I definon do thotë në mënyrë do thotë vizuele ato potenciale që posedon Kosova, duke filluar nga agrobiznesi dhe përpunimi I produkteve bujqësore, nga metalet dhe metalurgjia, por të njëjtën kohë janë thëngjilli dhe kuptohet ajo ngjyra e kaltër kombinuar është shpresja e ngritjes së nivelit edukimit, sepse nuk mjafton për një shtet të ketë vetëm resurse natyrore nëse nuk ka resursin human në nivelin ndryshuar. Prandaj po edhe vetdijen për të shfrytzuar ato në të mirë të zhvillimit vendit? Po, definitivisht është koha kur duhet vërtet për shtet të bëhet më tepër sa që flitet. Për fat keq vitet fundit, ndoshta kemi pas një emocion ku ndjenjat e shtetformimit kanë dominuar më tepër, por ju po e shihni që një shtet mund ta ketë garancën në funksionimin vetëm përmes zhvillimit ekonomik dhe dua të besoj që tash është momenti kur Kosova duhet të jetë e orientuar drejt zhvillimit ekonomik. Ne mund të arrijmë marrëveshje të shumta të natyrës politike, po asnjë marrëveshje politike nuk mund ta ketë vulën e qëndrueshmërisë nëse nuk ka vulën ekonomike, prandaj po e shihni që kemi obligim moral bëjmë më tepër në këtë drejtim. Ndalemi fillimisht te studimi zoti Gërxhalio. Çfarë përfshin ky studim? Është vërtet që Kosova është një mungesë analiza të mirëfillta ose një skenim I realitetit ekonomik në Kosovë dhe përmes një hulumtimi të tillë jemi duke promovuar një partneritet të natyrës interne dhe të natyrës eksterne. Kur bisedohet për partneritetin e natyrës interne është do të thotë komiteti I biznesit dhe sektorët e caktuara që bashkërisht me donator janë ato që dhajnë kontributin e vet, por të njëjtën kohë kemi filluar me një hulumtim që ka të bëjë me IFO indikatorët, është një institut nga Minheni ku I prodhon do thotë gjitha mirëvajtjet ose mbarvajtjet e trendeve ekonomike ose një konjunkturë të zhvillimit ekonomik në periudhë kohore 3 mujore. Do thotë ne I bëjmë analiza 3 mujore në 4 sektore dhe mbas këtyre rekomandimeve do thotë qeveritë e shteteve të ndryshme evropiane I orientojnë kajet drejt zhvillimit ekonomik. Këtë e kemi bërë në partneritet me Gjermaninë, duhet falenderohet qeveria gjermane për mbështetje, në veçanti Gizi që është në Kosovë dhe kur e kemi përfunduar do thotë një cikël të tillë të 3 mujorëve në 3 vite të fundit, kemi marrë në përfundim që është koha ta bëjmë një analizë më të detajlizuar në një periudhë kohore njëveçare. E kemi do thotë dizajnuar këtë projekt në bashkëpunim me Zvicranë dhe me Gjerman, quhet publikimi Bottleneck, që nënkupton ose është një ngushtim I qafës për të bërë biznes në Kosovë. I kemi marrë më tepër se 400 kompani të ndryshme nga 4 sektore, çdo sektor ka 100 kompani dhe në mënyrë periodike I kemi përcjell cilat kanë qenë vështirësitë për të bërë biznes dhe besoj që ka dalë një skenim shumë I rëndësishëm. E veçanta krejt saj është fakti se sot në orën 11 është bërë publikimi I këtij raporti dhe në orën 11:30 kryeministri I Kosovës zoti Isa Mustafa ka pasur një takim me kabinetin qeveritar me digaster ekonomik dhe me komitetin biznesit dhe kur u bisedu do thotë për problemet dhe sfidat e ekonomisë kosovare në mënyrë zyrtare ju ka dorëzuar një analizë e tillë, besoj që do të jetë në funksion dhe në shërbim të eliminimit të barierave të gjetura për të bërë biznes në Kosovë. Mirë, një ndër pyetje që është parashtruar në kuadër të këtij publikimi është cilat janë pengesat për rritjen e biznesit në Kosovë. Besoj një pyetje sfiduese, por me që ju keni bërë analiza të thellësishme, nëse mund të them kështu, në 4 fusha të biznesit nga 100 kompani për secilën fushë, cilat janë të gjeturat?
Duhet kuptohet që mund të identifikohen sfidat shumëta, se vërtet problemet janë të grumbulluar nga e kaluara, në veçanti viti 2014 ka qenë një ndër vitet, themi ndoshta më skandaloze sa përket proceseve ekonomike. Vetë fakti që ka qenë një vit i zgjedhje pothuajse në tërë regionin, por edhe në Evropë, vetë fakti që ka qenë një vit me një vakum institucional 6 mujor, shumë probleme janë grumbulluar, cilat tani po bartën në vitin 2015, dhe vetë fakti që viti 2015 ka filluar pothuajse më tepër me pakënaqësi, me demonstrata të ndryshme, qoftë në tokë, e bën këtë vit mjaft sfidues. Mi po duhet kuptohet që ne mund të identifikojmë probleme të shumta, por ai son vetëm një emërus i përbashkët i zgjidhjes së gjitha këtyre problemeve dhe ai emërus është sundimi i rendit dhe ligjit. Nëse bisedoni drejt për drejt me biznese lidhur me atë çka i bën më tepër, do thotë të vështirë për të bërë biznes, pa më dyshje është kosta e energjisë elektrike. Llogaritet që është një ndër çmimet më të larta në rajon dhe 57% e anketuarve e paraqesin këtë si një problem akut. E dyta është prapë me energji elektrike që nuk ka furnizim në mënyrë kontinuele. Paramendon që ose ju jeni në sektorin e prodhimit, e keni një linjë prodhimit të produkteve X dhe nëse në moment të caktuar ndërpritet rryma elektrike, atër komplet linja dhe komplet landa e parë hudhet. Dhe e tëra kjo do thotë paramendon se sa e ngarkon koston edhe në aspekt kvantitativ, po edhe në aspektin kvalitativ. E treta është do thotë aspekti i financimit. Llogaritet që Kosova i ka normat më të larta të interesit bankar dhe e tëra kjo vërtet e bën të vështirë ambientin biznesor në Kosovë. Ka qenë një apel sot në konferencë me kryeministrin që gjenden forma alternative të uljes së kamatave, nga vetë fakti që sot biznesi nuk një kufi. Shumë biznesmen Kosovë janë aktive edhe në Evropë dhe në vende tjera dhe paramendon për të njëjtin destinacion. Për shembull në Bullgari, kamata bankare është 3,8%, ndërsa në Kosovë është 11 ose 10,8%. Dhe po e shihni që është koha kur duhet vërtet të sektori privat jetë i zhvilluar nga partneriteti me banka dhe jo vetëm bankat janë ato që deklarojnë ose promovojnë fitime. E katërta që është shumë interesant është fakti që jo stabiliteti politik ka qenë një ndër sfidat më të mëdha, sepse kjo analizë është bërë do thotë në fund të vitit 2014, në fillim të vitit 2015, ku nuk kemi pas qeveri dhe shumë investorë, shumë biznesmen e kanë pas një ngarkesë psikologjike të hyjnë, të vazhdojnë apo të mbesin në stadin e ekzistues të bëri biznes. Një dukuri tjetër që kuptohet është smundje akute në shoqërinë kosovare është korrupsioni dhe burokracia. Mase 35% e të anketuarve e paraqesin këtë si një problem i cili indikon në forma multiplikative negative, qoftë në bizneset vendore, qoftë në kvalitet, qoftë në standardizim, po mbi të gjitha në demotivimin e investorëve tuaj dhe kur bisedohet për korrupsionin, duhet të kuptohet që Kosova ka një sfidë shumë të madhe që ka të bëjë me ekonominë informale ose me green economy, e cila vërtet është në rritje sipër, edhe pse kohëve të fundit duat besoj që këtij problemi i është qas në një pragmatizëm të madh, qoftë nga doganat e Kosovës, qoftë nga administrata tatimore, por edhe më tutje është do thotë një proces i cili vërtet është duke e dëmtuar të bërit biznes. Dhe tëra kjo që u tha, po e shin që lidhet ngushtë me sundimin e rendit dhe ligjit, dhe po të kemi sundim të rendit dhe ligjit, me siguri kishme pas optimizëm të madh, kishme pas guxim të madh dhe mbi të gjitha kishme urrit atraktiviteti për investorët huaj që janë në Kosovës, që për fat keq vitin 2014 dhe në fillim të këtij viti ka shumë tepër trend negativ sesa që është prit të ketë trend pozitiv. Thuhet që ka më pak interesim nga ata që më herët kanë qenë ndoshta të interesuar për të bërë biznes në Kosovë, për të investuar në Kosovë, sigurisht edhe për interesat e tyre, por në anën tjetër flitet edhe për shuarje të bizneseve në Kosovë. Është më së vërtet, kur bisedohet për numrin e bizneset të shuara, gjithmonë e ka një formë të një indeksi zinxhiror. Nuk duhet gjithmonë të analizohet biznesi i shuar në aspektin numerik, sa biznesi në shu, po cilat janë efekte negative. E para, nëse bëhet një analizë me thokt prej vitit 2010 deri në vitin 2014, janë afër 6.000 biznese të shuara dhe nëse çdo kompani prej tyre ka pas vetëm 5 të punësuar, janë një buku i madh dhe në këtë kohë asgjë nuk është më e rëndësishme në Kosovë se sa vendi i punës. Prandaj besoj që ky është një fenomen i cili e dëmton Kosovën në masë direkte, indirekte dhe perifere.
aspekti direkt ka të bëjë me atë që shuhen ndërmarrje dhe në një vend ku kemi shurje të tillë të ndërmarrjeve gjithmonë plasohet një mesazh negativ. Aspekti indirekt është do thotë çka pason përveç shuarjes, është punësimi, është prodhimi, është këmbimi, janë shërbimet që prap e kanë kostën e vet, dhe aspekti perifer definitivisht është diçka që ju e dini që Kosova është një arenë dhe është monitoruar nga të gjitha vendet evropiane dhe më gjerë, dhe kur të huaj shohin dukuri të tilla, atë paramendo këtu nuk kemi të bëjmë me imazh, po kemi të bëjmë me percepcion. Dhe kur krijohet një percepcion negativ në një shtet, atëherë vetvete ju do të jetë shumë vështirë që ai të eliminohet, por kjo është do të thotë një dukuri e cila është në fatin ose në durr tona. Nuk duhet të pritet gjithmonë të tjerë të bëjnë detyrat për ne. Nuk duhet gjithmonë të presim tuj të zgjidhin problemet ekonomike në Kosovë. Ne duhet shumë më tepër të bëjmë pyetje çka bëjmë na për ekonomi dhe për shtet, sesa ta bëjmë pyetjen çka bëjnë tjerë, sepse në fund ne jemi këtu, ata janë kalimtar. Por qytetarët tanë, ne si qytetarët Kosovës, vetë pas veti kemi prit më shumë vende pune, sepse kështu na kanë thënë ata cilve u kemi dhënë votat, e që kanë udhëhequr me shtetin e Kosovës është. Kjo ikje masive e qytetarëve të Kosovës, reflektimi një vendi pune, sepse përmendet dhe thatë që tani, për çdo qytetar të Kosovës është e rëndësishëm një vend pune, pavarësisht gjithçka tjetër. Është masë vërtet që dikon në prill të vitit 2014, duke i pa trendet cilat kanë dominuar në Kosovë, e kam pas një intervistë me një titull Kosovën e pret një bombë sociale ose një bombë kurdisë sociale. Po këtë e kam analizuar ose e kam mbështet bazuar në faktin që në Kosovë afër 13% e popullatës jeton me 93 cent brenda ditës, që është një varfëri ekstreme, një pjesë bukur e madhe jeton me njerë 43 cent, që është prap një varfëri, dhe kur krejt saj i shtohet fakti që pjesa dërmuese e kosovarëve të papunë janë gjenerate re, është diçka që vërtet më ka dhënë të kuptoj që diçka është duke ndodhur. Po nuk e kam prit as vetë që kjo formë e bombës së kurdisur do ta ndroj trajtjen e veprimit, se nuk e kam menduar që do të jetë egzodi ai që do të jetë shpërthimi i kësaj bombës sociale, një egzod i cili vërtet në veti ngërthen shumë çka po më tepër natyrës negative, por sa e dëmton Kosovën në aspektin e brendshëm, e dëmton aspektin e jashtëm. Unë e kuptoj që pjesa dërmuese e tyre pretendon dhe shpreson që do ta gjej atë parajsin e andruar diku në Evropë, po dua të besoj që duhet bëjmë më tepër që të kthehet besimi në Kosovë. Unë nuk e analizoj këtë egzod vetëm nga trendi ose dimensioni ekonomik dhe social, e analizoj shumë më tepër nga dimensioni psikologjik. Është një humbje e besimit, është një humbje e shpresës dhe është një humbje e vizionit në të ardhmen e Kosovës, që vërtet Kosova diçka të tillë nuk e meriton. Është vërtet që problemet janë grumbulluar dhe është e pamundur për momentin gjithë ato të zgjidhen. Unë kam thënë edhe para sa dite, për shembull, për herë të parë në Kosovën pas luftës, kishme qenë e tepër të pritet që të kemi raport nga qeveria aktuale për 100 ditë, se 100 ditë s'ka mujt me bë asgjë. Suksesi më i madh i kabinetit aktual qeveritar me gjithë bagazhin profesional që posedon është nëse e ka gjinshmërinë dhe dijenin që ta nal gurin, të mos rrokulliset dhe të shkojë më keq. Dhe nëse arrin ta nal këtë guri, është sukses shumë i madh. Nuk bën procese ekonomike dhe nuk ndryshon me një shpejtësi shumë të madhe. Duhet durim, duhet angazhim, duhet përkushtim dhe duhet kontinuitet. Dhe në këtë drejtim vërtet si pasoj e kësaj që është grumbulluar nga e kaluara, ka ndodhur diçka që është shumë më tepër një egzod se sa një migrim. Po ajo që është më interesante në Kosovë krijon trende. Unë e kuptoj për shembull diken që e lëshon Kosovën për hir të aspektit social, nuk ka punë. Po nuk e kuptoj që e lëshon dikush Kosovën që vetë punon, gruaja i punon, e ka shtëpinë dhe shumë çka tjetër. Ka pasur edhe raste të tilla. Dhe kjo e dëmton më tepër, do thot, aspektin e Kosovës në sytë e ndërkombëtarëve. Edhe të investitorëve të huaj? Absolut, jo vetëm tek investorët, po kemi probleme kur ju e dini që fuqia punëtore është në rëndësi strategjike. Shumë kompani kanë investuar në ngritjen profesionale në aftësimin e tyre dhe paramendo pjesa dërmuese e tyre sot janë diku në Evropë duke kërkuar punë ose strehim, dhe është një dëm drejt për drejt që i shkaktohet sektori privat. Por ajo çka është më interesante, besoj që nga tëra kjo duhet të mësojmë që të kthehemi drejt ekonomisë, sepse jam i mendimit që vetëm përmes zhvillimit ekonomik Kosova mund të arrijë stabilitet politik.
vetëm për zhvillimit ekonomik mund të arrijë stabilitet social, vetëm përmes zhvillimit ekonomik mund të përshpejtohen proceset integruese dhe vetëm përmes procesit dhe zhvillimit ekonomik mund të përshpejtohen edhe proceset e liberalizimit. Po ta kishim pas një trend zhvillimor në rritje nga viti në vit, themi me 5, 6, 7% liberalizimi viza kishme i taku të kaluarës dhe jo ende ne presim a do të kemi apo nuk do të kemi në fund të vitit. Dhe besoj që e tëra kjo që ka ndodhur duhet jetë edhe një prekje në sidër të faktorin ndërkombëtar që të bëjmë më tepër për liberalizim, sepse Kosova dhe kosovarët nuk e meritojnë një gjetizim të tillë. E them këtë të bazuar në përvojat e shteteve të tjera të rajonit. Në Bullgari kemi pas shumë më tepër egzod pa liberalizim se sa pas liberalizimit, në Serbi, në Kroaci. Prandaj, si duket për Kosovar është ndru një formë e mollës së ndaluar dhe gjithkush dëshiron ta shijoj, se po ta kish pas mundësinë zyrtare ose ligjore të lëvizjes i shku, kish shikju dhe kish me u kthy. Prandaj në këtë drejtim besoj që është koha që problemit të liberalizimit t'i kushtojmë në rëndësi më të madhe. E tha që zhvillimi ekonomik nuk mund të ndodhë brenda një dite as për disa muaj, por sipas jush, a e ka synim qeveria e vendit, institucionet e vendit, zhvillimin ekonomik të Kosovës, me çka dhe do të denim vendet e reja punës dhe shumë çka tjetër? Në rend parë, ekonomia meriton të bëhet më tepër për ekonomi se sa të flitet. Për fat keq 15 vitet e fundit kemi qenë dëshmitar të asaj që shumë më tepër është bisedu se sa që është bën. Tani në krye qeverisë kemi një ekonomist. Vetë fakti që i kemi 15 vite dhe ende nuk i kemi një plan nacional zhvillimor, është hapi i parë i dështimit. Njeriu me ditë ku dëshiron me shku, do të me ditë ku është. Dhe në këtë drejtim besoj është bën një gabim, po dua të besoj që për momentin ose momentalisht kemi një kabinet qeveritar që në aspektin e edukimit dhe të përgatitjes profesionale është vërtet ajo çka i duhet Kosovës, duhet të mbështetet kjo qeveri në veçanti digaser për çështje ekonomike, sepse krijimi i vendeve të reja të punës, po që se vërtet e kuptojmë dhe vëmë si prioritet të prioriteteve zhvillimin ekonomik mund të arrijet. Mund të arrijet do të thotë me një partneritet, mund të arrijet me një sinkronizim të aktiviteteve dhe hajde ta thjeshtojmë këtë problem. Nëse ju analizoni Agjencioni Kosovar për Rishtrim të Biznese, për momentin ke 138.000 biznese. Dhe në qoftë se shkon një administratën tatimore, thuhet që janë aktive 74.000 biznese. Dhe unë besoj që çdo qeveri dhe çdo kabinet qeveritar, nëse dëshiron dhe ka përkushtim për të bërë diçka për ardhmërinë e Kosovës përmes zhvillimit ekonomik, a nuk po e meritoj ka çdo kompani aktive ti mundësohet një lehtësi ti punsoj ka 4 vet. Dhe nëse çdo kompani do t'i punsoj ka 4 vet, a nuk qenë kanë 280.000 vet. Prandaj, po shihni që nuk atë sa po synon qeveria ti punsoj për 4 vjet. Esenca është që duhet kemi transparencë, duhet jemi të drejtuar drejt bizneseve vendore dhe vërtet të jemi të orientuar në krijimin e vendeve të reja të punës përmes sektorit prodhues. Nuk mund të ketë Kosova stabilitet social dhe zhvillim ekonomik nëse eksporton para të gatshme. Kosova në vitin 2014 ka eksportuar afër 3 miliard euro. Çka nuk kupton, një shtet i varfër e stimulon zhvillimin ekonomik përmes blerjes së produkte nga vendet e rajonit dhe më gjerë dhe ja dhuron atyre stabilitetin social dhe jo ajo të mbetet paraja e gatshme të mbetet në Kosovë. Dhe nëse në këtë drejtim e gjejmë një modalitet ose një formulë që paraja do të mbetet në Kosovë, me siguri krijimi i vendeve të reja të punës dhe zhvillimi ekonomik do të jetë i garantuar, sepse nëse 90% gjitha produkte vijnë nga importi dhe vetëm 10% i eksporton, atëherë si mund të kemi zhvillim ekonomik dhe qëndrueshmëri? Këto ditë është proklamuar nga qeveria një rritje prej 3.5% nëse unë gaboj zhvillimit ekonomik. E keni fjalën për vitin 2014? Mendoni që ka ndodhur kjo me të vërtetë? Po, shiqon në Ballkan, duhet të bëjmë dallimin e dy definicionet të statistikës. Nëse shkoni në vendet evropiane, në Gjermani, statistika jep rezultate të sakta të dhënave të sakta. Në Ballkan dhe në shtetet në tranzicion, statistika jep rezultate të sakta të dhënave të gabuara. Prandaj, është shumë e rrugës ta kemi një rritje substanciale që ka qëndrueshmëri 2%, sa thuhet e kemi 3 ose 4%, po nuk ka substancë. Dikush mund ta bëjë pyetjen, po cila është substanca e rritjes ekonomike? Për shembull, shumë kush thotë, paramendo Gjermania me këtë trend zhvillimit ekonomik e ka vetëm 1% rritje ekonomike. Po e ka një 1% rritje ekonomike se i ka indikator të kyç pozitiv. Ka rritje të eksportit, ka rritje të investimeve të huaja direkte, ka rritje të vendeve të reja të punës, ka brendim të produkteve dhe mbi të gjitha ka kontraktim të punëve për të kryer në shtete të tjera. Dhe ajo rritje 1% është vërtet substancë. Dhe në Kosovë lind pyetja, në çka matet ose në çka analizohet një rritje e tillë ekonomike dhe
duhet pas parasysh, në vitin 2014 kemi pas shumë pak projekte kapitale, e vetëm ja gjatë që mund të jetë si indikator mac i rritjes ekonomike atë që ka konsumi. Po konsumi nuk është qëndrueshmëri që mbetet para në Kosovë, po eksportohet dhe tëra kjo do thotë nuk duhet na jep satisfakcion. Unë kam thënë dhe po e them para ju dhe për hir të shikuesve, kur analizohet aspekti ekonomik, Evropa e ka komoditetin të ecë në hapat ngadalshëm, po ne duhet vrapojmë edhe ata me shpejtësi shumë të madhe që të nxjihet trendi i zhvillimit ekonomike, se vërtet jemi shumë mbrapa e na presin shumë sfida të mëdha. Këto ditë është folur shumë për Trepçën, thuhet që Trepça mund të jetë gjigant i zhvillimit të Kosovës. A është më të vërtetë kështu? Duhet të analizohet Trepça në disa dimensione. Nuk e meriton Trepça të jetë analizuar vetëm nga këndvështrimi ekonomik. Në Trepçë ki dimension strategjik, ki dimension politik, ki dimension social, ki dimension ndëretnik dhe mbi të gjitha ki brendim. Për fat keq Kosovës i mungon një produkt made in Kosova dhe besoj që produktet Trepçës mund të jenë ato që do ta kthejnë primatin. Po unë nuk pajtona me shumë ekspertë që thonë nuk mund të qenë Trepça një themi generator i stabilitetit. Trepça mund ta ketë dhe e ka atë meritën e vete, po duhet vetëm vërtet ta kemi në rend parë një depolitizim të Trepçës. Trepça është politizu dhe një politizim i tillë e dëmton dhe i shkakton Trepçës amortizim dhe devalvim moral. Sepse po ta kemi një Trepçë në funksion, nuk ishme pas probleme ndëretnike në veri. Po ta kemi një Trepçë aktive, do të ketë investor dhe investime, por nuk e meriton as Trepça as Kosova që edhe më tutje të jetë eksportues vetëm i koncentratit, po duhet të orientohemi në përpunim të këtyre të landeve së parë, në gjysmë fabrikate ose në produkte finale, tek atëherë vjen ajo vlera e merituar që kanë produktet të Trepçës dhe Trepçën në përgjithësi, sepse sot Trepçës i duhet Kosova, por Kosova i duhet Trepçës të më tepër. Edhe neve na duhet tani Lorik, cila është pyetja jote? Në fakt, zoti Kërxhaliu, gjithmonë është thënë se diaspora është një potencial shumë i madh që do të mund të investonte në Kosovë, të jep para këtu në mënyrë që të zhvillohet vendi, të ketë vende të reja të punës. Cili është roli sipas jush, sipas odës ekonomike të Kosovës, i diasporës kosovare dhe si do të mund ata të ndihmonin Kosovën? Tonë se ata gjithmonë janë ankuar se kushtet që ofron shteti i Kosovës për ta si investitor të mundshëm nuk janë të favorshme. Lorik, e keni projektin tem shumë të ndihshme, shumë sensitive. Nuk e di çka do të bëj Kosova dhe çka do të bën Kosova, nuk mund të më kthy borxhin dhe atë falënderim që meriton diaspora kosovare. Ata kanë qenë pjesa më e fuqishme e shpirtit Kosovës para luftës, gjatë luftës dhe pas luftës. Po për fat keq, ata njerëz meritojnë tretman më të veçantë, meritojnë diçka më tepër nga Kosova. Nuk duhet dhe nuk e meriton diaspora jonë të matet vetëm me kutin financiar. Vlera e tyre është shumë më e ndryshme dhe shumë më e kristal se sa që mendohet. Neve na duhet kultura e tyre, neve na duhet edukimi i tyre, neve na duhet kultura e punës dhe civilizimi i tyre, dhe ata janë ambasadorët më të shenjtë të Kosovës që për fat keq na nuk dina me shfrytzu. Dhe hajde të analizojmë nga dy këndvështrime rëndësinë e diasporës. Diaspora kosovare nuk e meriton që remitancat e tyre të vinë në Kosovë dhe të mos mbeten në Kosovë, po prapë të dërgohen në vendet rajonit përmes importit të produkteve. Dhe çka na obligon kjo? Hajde ta bëjmë si qeveri një pako të veçantë që t'ju ofrojmë diasporës kosovare, nëse ju investoni në Kosovë, krijoni vende të reja të punës, e bëni transferin teknologjisë, e bëni transferin sistemit know-how, ju keni këto beneficione. Besoni që Kosova kish me lulëzu dhe dua të besoj që është moment që duhet këtë mënyrë të veprohet. Po i them vetëm një dhanë, nëse shkoni në Frankfurt dhe analizoni kursimet e shqiptarëve në hartësirën gjermanofolse në Austri, Gjermani dhe në Zvicër, vlera e tyre e kursimeve arrin 2 miliardë 650 milion euro. Po, sa vlen ajo kur është një kapital që në çdo moment është i gatshëm të hyjë në Kosovë, ta ndërtoj Kosovën dhe të krijoj mirëqenie dhe ardhmëri për Kosovën, po ne si institucion nuk dimë ta shfrytëzojmë një potencial të tillë. Nëse ju shkoni sot në Universitetin e Minhenit, një universitet mjaft prestigjioz, dhe hyni nëpër kabinete dhe i gjeni 11 doktor shkenca shqiptar që ligjërojnë, pa nuk qenë ka ky një thesar i cili është vërtet një pasuri kombëtare, cilën për fat keq ne nuk jemi duke shfrytzuar. Un kam përjetuar kontaktet shumëta me ta. Ndoshta vetë fakti që kam qenë gërbeçar, më tepër se 20 vjet, e kam një sensitivitet, diçka
spirituoze ka arshi tyre, mu vjen shumë keq sjellja ndaj diasporës. Nuk e meriton diaspora jonë Zoti Kërxhaliu, do të se minutat vetë se i kaluam, por unë shkurt do doja një përgjigje nga ju. A mund të bëhet diaspora e Kosovës dhe kosovarët të tillë që ndoshta të ndjekin shembullin e hebrejve se çfarë kanë bërë ata për të ndërtuar Izraelin? Absolut, është një gjë që mund të bëhet shpejt, po ne nuk e kemi problem me diasporën. Diaspora është e gatshme. Ne kemi problemin në Prishtinë, në Kosovë, dhe po që se i zgjidhim detyrat tona dhe e krijojmë mundësinë që ata të vinë, ata kanë ardhur në luftë, ata kanë ndihmuar në luftë, do të mohojnë edhe në paqe. Po, vërtet, çka do të bëjmë, nuk kemi fjalë të falenderojmë, e meritojnë respektin e pafund. Faleminderit shumë. Miruar, faleminderit që gjetët kohë me qenë sot bashkë me shikuesit e televizionit 21. Ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi, po mos i thërr.